Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar me ju ngjarjet më të fundit që në fakt sonte do të ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Është përfolur shumë si emër, është komentuar shumë si emër që do të ishte pjesë e kësaj platforme, por siç duket vllau i madh po na surprizon. Ne jemi mësuar ndoshta të dim që Big Brotheri është 3 muaj, nuk do të zgjatet më shumë, por siç duket ky Big Brother këtë sezon premton më shumë se sa 3 muaj. Banor të ri sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Banori i cili në fakt përflitet shumë dhe kemi arritur ta kuptojmë që është e konfirmuar që do të jetë pjesë e këtij kasti në këtë pikë të lojës, në këtë situatë që banorët brenda janë të tensionuar, le të themi grupacione deri diku janë krijuar, rivalitetet janë krijuar, aleancat janë krijuar, bëhet fjalë që do të jetë Lim Hoti. Lim Hoti do të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Ju e dini shumë bukur që Lim Hoti ka qenë shumë i përmendur brenda kësaj shtëpie sepse ka patur një lidhje me Alba Pollozhanin, por ka patur edhe një lidhje me Bia Kalifën. Tani si do të jetë në fakt pritja e Lim Hotit, do ta shohim sonte. Alba ka treguar që ka një lidhje jashtë, në fakt nuk e ka folur asnjëherë historikun me Lim Hotin, ka patur një histori të hapur në fermën VIP, gjithashtu dhe Bia Kalifa ka patur një lidhje, le të themi, dashurie me Lim Hotin jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Do ta shohim sonte në fakt se si do të pritet Limi, se si do të jetë qasja e tij me banorët, a do të krijohet diçka mes Limit edhe Bies, të gjitha këto në fakt do t'i shohim sonte. Do me thënë Big Brotheri po shndron një lloj dinamike shumë të madhe, po shndron një lloj lufte shumë të madhe dhe normal merr vëmendjen. Lim Hoti sonte pjesë e Big Brother VIP Kosova 4.